Gazetarja Elona Duro ka intervistuar Gjestin sot brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4. Ajo e ka pyetur Gjestin sepse ai duhet ta fitojë këtë edicion të Big Brother VIP. Për lojën që e kam ndryshu komplet. Për rrezikimet që kam bërë brenda. S'ka patur kërkush rrezikim më shumë se unë. Për ngjarjet që kam patur brenda, që më kanë ndodhur mua nuk i kanë ndodhur asnjë banori. Dinamikat e forta që i kam patur. Kam patur edhe momente shumë humoristike. Shkurt shqip kam qenë problemi i këtij formati. Edhe besoj që i kam dhënë shumë çka publikut. Kam dhënë diçka jashtë një mesazh, edhe pse kam thënë që nuk kam shkollë. Por ja kam arritur të mbijetoj këtu me njerëz të ditur, të lexueshëm dhe më në moshë se unë në moshë të babait tim. Në fillim kam patur frikë. Edhe këtu në Shqipëri është ndryshe formati prej në Kosovë. Jam friksuar kur pash banorët që ishin në moshë ose të lexueshëm dhe kam thënë po nëse më pyesin ndonjë gjë çfarë do bëj. Edhe që të bëja më mirë të thosha që nuk kam shkollë, edhe nëse më pyesin ju thoja ju kam thënë nuk kam shkollë. Edhe dali pastër, tha Gjesti, ndërkohë Elona i tha se ai ishte një djalë i zgjuar dhe i artikuluar. Më pas Elona Duro e ka pyetur se çfarë i mësoi atij Big Brother. Më e rëndësishmja që më ka ndodhur brenda Big Brother është që ta dua vendin tim. Pësër, kur vinte Daja prej jashtë e pufte tokën dhe thosha çfarë ka ky pse po e puft tokën, qenë ka mërzitur për tokën. Po tani po e vërej që kur të shkoj unë do ta bëj atë veprim. A e di sa më ka marrë malli? Kam dashni për vendin tim. Më së shumti këtë ndjesi më ka dhënë Big Brother. Që ta dua vendin tim shumë edhe t'ja di vlerën edhe për njerëzit që kanë bërë për këtë vend. Jam shumë krenar që i kam mësuar, tha ai.